Lush Osmani, pronari i kompanisë Shpresa Al SHPK, është një koncesionar dhe oligark që e mban dorën në xhepin e qytetarëve. Ai ishte i vetmi në Shqipëri që rriti vitin e kaluar çmimin e biletës së urbanëve. Me vendim bipartizan SPD të Këshillit Bashkiak të Kamzës, në nëheshtjen e Berishës u vendos rritja e çmimit për linjën Kamës-Tiranë. Ky gest tregoi fuqinë e tij si oligark me pushtet, jo vetëm në Kamës, por sidomos në Tiranë. Osmani shfat miliona euro nga tenderat e asfalto betonit tek ndërtimet, nafta, bitumi, materialet të ndërtimit dhe koncesionet, hecet e deri tek resortet. Pas arrestimit thuhet se Erion Velia i la amanetet e tenderave kryebashkiake së komanduar Anuel Aristani dhe Osmani është një nga më të privilegjuarit e saj. Së fundmi Aristani ka firmosur në favor të kompanisë Shpresa Al një projekt asfaltimi me vlerë afro 1.6 miliard lek. Kështu në dorë të Lush Osmanit është rrugica e një lagje në periferi të njësisë 14 në Tiranë. Segmenti rrugor Pjetër Arpënori bashkë me 2 degëzimet ka gjatësi totale rreth 750 metra. Mungojnë trotuarët në pothuajse të gjithë gjatësinë e saj dhe është pa infrastrukturën e nevojshme. Rruga kryesore ka gjerësi 7 metra. Degëzimet e saj ka një gjerësi prej 4 metra. Është një lajm i mirë për banorët, por fakti që tenderi i jepet Lush Osmanit ka prap pikpyetje. Ky është një projekt elektoral që duhet mbyllur para zgjedhjeve të vitit 2027. Prandaj ekziston rreziku që Lush Osmani të hedhë asfalt vetëm sa për inaugurim. Këtë mendim na e përforcojnë shkelet e kryera gjatë procedurës së tenderit nga Bashkia e Tiranë. Janë veprime që tregojnë se kontrata duhet të jepet me çdo kusht Lush Osmanit. Skualifikimi i të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët, kështu e përshkruan tenderin Open Data Albania. Gjithashtu procedura ka një flamur të kuq që sinjalizon riskun e korrupsionit. Më konkretisht bëhet fjalë për prokurimin me objekt ndërtimi rrugës Pjetër Arpënori. Për këtë projekt janë ndarë 157.1 milion lek të reja pa përfshirë të TVSH. Në tenderin e mbajtur më 13 mars 2026 merrnin pjesë plot 31 kompani dhe bashkime operatorësh. Gjithsesi, komisioni i ngritur nga Anuel Aristani e eliminoi konkurrencën me një fshirje gome. Kështu, 16 operatorë me styra ofertat më të ulta u skualifikuan qysh në fillim ose u vetë përjashtuan, duke mos ngarkuar dokumentet e kërkuara në sistemin elektronik të prokurimeve. Ajo që bie në sy është se janë skualifikuar ofertat më të ulta, që shkojnë deri në 100 milion lek më poshtë se sa propozim fitues i Shpresa Al SHPK. Por komisioni nuk e ka përfillur kriterin e çmimit më të ulët, duke shpallur fitues Lush Osmanin me formularin e datës 15 maj 2025. Nga ana tjetër të bën të dyshosh fakti i përllogëritjes së vlerës më të madhe të këtij projekti që mund të krahasohet me çmimet e ndërtimeve të autostradave. Janë vetëm 750 metra rrugica të ngushta. Fryrjen e fondit limit e vërteton diferenca me mesataren e ofertave që është më tepër se sa 500.000 euro në këtë tender. Kjo tregon se nuk ka pasur fare konsultim me çmimet e tregut nga Komisioni i Bashkisë Tiranë. Nuk është hera e parë që Lush Osmanit i del emri si pjesë e ingranazhit të aferave të korrupsionit. Më 6 nëntor 2024, Lush Osmani, si administrator i Shpresa Pikal, ka dëshmuar në gjykatën e posaçme. Ai ka dhënë deklarime si dëshmitar i kërkuar nga mbrojtja në lidhje me procesin që po zhvillohet për inceneratorin e Tiranës. Sipas burimeve, kompanitë fantazmë, Sili SHPK, Pivot 04 SHPK kanë lidhur kontratë të bashkëpunimi me Shpresa Al për vendin në dispozicion të kamionëve për transportimin e inerteve. Lush Osmani ka treguar para prokurorit Dritan Premçi që është në dieni të këtyre kontratave dhe ka qenë ai që ka firmosur. Sipas Osmanit, makineritë e tij kanë kryer transport në Krujë, Tiranë dhe Durrës, por pyetjes nëse ka bërë transport për në qytetin e Fierit, ai ka deklaruar se nuk ka dieni për këtë fakt. Prokuroria dyshon se këto kompani nuk kanë kryer asnjë lloj shërbimi, por gjithçka e ka kryer koncesionari i landfillit të Sharrës, Integrated Energy Bifi. Sipas PAK, mënyra e fshehur nëpërmjet këtyre kompanive lë të dyshosh mbi pastrim parash. Lush Osmani ka marrë me koncesion të pashpallur fondet e përvitshme të disa prej drejtorive të Bashkisë Tiranë. Veçojmë drejtorinë e përgjithshme të pastrimit dhe gjelbërimit, që aktualisht drejtohet nga Liri Qoshi. Gjithsesi, drejtorët kanë ikur dhe kanë ardhur, por Lushi ka mbetur përfituesi vetëm më i madh i fondeve. Në janar 2026, Anuel Aristani ka dhënë dritën jeshile tenderit me objekt loti i parë, blerje gazoil 10 ppm.
Fondi limit i caktuar për këtë furnizim ishte 198 milion lekë të reja pa të vëshë. Në këtë tender duket se fituesi është i paracaktuar, pavarësisht se ka pasur një procedurë me 3 pjesëmarrës. Procedura është shënuar me flamur të kuq. Në fakt, korrupsioni në këtë prokurim ka çmim të lartë që justifikohet vetëm nga urdhrat e paligjshëm dhe porosi nga lart. Një nga ofertat që ishte 17 milion lekë të reja më ullët, u skualifikua për t'ia dhënë kontratën Lush Osmanit. Kështu, përveç çmimit të lartë të karburantit, taksa paguesi kryeqytetas për këtë shërbim paguan edhe taksën e korrupsionit. Kjo kompani jo vetëm që nuk e meriton tenderin për ofertën e lartë, por nuk ka as licencë për të tregtuar karburant. E njëjta procedurë është zhvilluar në vitin 2023 dhe është fituar po nga firma Shpresa Al. Në atë kohë, Pastrim Gjelbërimi finalizoi tenderin furnizim me lëndë djegëse për automjetet diesel, me marrëveshje kuadër me afat 36 muaj. Fondi limit ishte 172 milion lekë, ndërkohë që në tender mori pjesë vetëm Shpresa Pikal ÇPK. Kjo firmë fitoi këtë tender me të njëjtën vlerë, 172 milion lekë, duke marrë 100% të fondit limit. Edhe në 3 mars 2022, kompania Shpresa Al ÇPK mori tenderin e karburanteve 397 milion lekë të vjetra pa të vëshë nga e njëjta drejtori. Historia e errët e prokurimeve të kompanisë fillon me ardhjen e Veliet në Bashkinë e Tiranës. Në periudhën 2016-2017, kompania Osmanit ka marrë disa tendera vetëm për karburantet, me procedurë me negocim pa shpallje, duke ngritur dyshime të forta për korrupsion dhe klientelizëm. Konkretisht në 1 shkurt 2016, kompania Shpresa Al ÇPK ka fituar tenderin me procedurë me negocim pa shpallje paraprake me vlerë 120 milion lekë të vjetra me të vëshë. Në 18 mars 2017 fiton tenderin 240 milion lekë të vjetra me të vëshë me procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit. Përsëri, në 15 dhjetor 2017, Shpresa Al merr kontratën 365 milion lekë të vjetra me të vëshë me tender sekret nga drejtoria e përgjithshme nr. 1 e punëtorëve të kryeqytetit. E njëjta skem, i njëjti furnitor, edhe në vitin 2015. Dyshimet për korrupsion lidhen me arsye nga më të ndryshmet si mungesë konkurrence, skualifikim operatorësh përveç fituesit, procedurë me negocim pa shpallje dhe së fundmi shtesë kontrate pa përfunduar faza e parë e kontratës. Shembull është rikonstruksioni i rrugës së fshatit Çekres nga Shpresa Al, një kontratë që u ka kushtuar banorëve të Tiranës rreth 530.000 euro. Dyshimet me tenderin lidhen me faktin se është bërë shtesë e kontratës, pa përfunduar faza e parë e kontratës duke kapur maksimumin e shtesës 20% të vlerës së kontratës. Vlera e shtesë për 20% nuk i është nënshtruar konkurimit, por thjesht një vlerësimi nga institucioni. Për më tepër, Lush Osmanit nuk i mjaftojnë tenderat, koncesionet dhe lejet. Ai është i gatshëm të përfitojë duke zhvantur edhe pronat. Osmani u shpall në kërkim policor si dyshuar edhe për përfitimin e një godine në mënyrë korruptive si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal dhe disa javë më pas, pronari Shpresa Al u vedërzua në policinë e Durrësit. Prokuroria kërkoi izolimin e tij, por më pas kërkoi masën detyrim paraqitja, teksa kundrejt garancisë pasurore, gjykata e Durrësit i ka dhënë masën e sigurisë detyrim paraqitja. Pra ky personazh i korrupsionit të rilindjes është në listën e pritjes në SPAK dhe ndoshta nuk do të shpëtoj pa u ndëshkuar si herët e tjera.